Festa e Fitër Bajramit është një ngjarje e rëndësishme dhe festive për besimtarët musliman, që shënon fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Sot po shënojmë ditën e 29 me radhë të muajit të shenjtë të Ramazanit, nga ku dhe për këtë arsye, në kuadër të festës së Fitër Bajramit, një ngjarje e veçantë dhe e rëndësishme për besimtarët musliman është zhvilluar në çarshinë e Shkupit, nga shoqata kulturore Vizioni M dhe Parimi, ku organizua manifestimi Kandilat e Bajramit. Ky manifestim jo vetëm që i bashkoi qytetarët, por gjithashtu theksoi edhe vlerat e paqes, bashkimit dhe mirësisë, që janë themeli i kësaj feste. Në veçanti, ky aktivitet i gëzoi më së shumti fëmijët, të cilët u shoqëruan me autobus nëpër rrugët e Çajirit për të vizituar dhe përjetuar atmosferën festive. Pas kësaj marshute të këndshme, fëmijëve ju dhanë dhuratat e Bajramit, gjest ky që tregon një simbol të solidaritetit dhe dashurisë që karakterizon këtë festë të shenjtë. Ky projekt fillon me një marshut të veçantë me autobus në rrugët e Çajirit, ku së bashku me fëmijët do të sjellim atmosferën e gëzueshme të Bajramit, ndërsa autobusi lëviz në çarshinë e Shkupit përballë Murat Pashës. Shoqata edukative Parimi ka përgatitur një ekspozitë artizanale unike, solid dhe vepra artistike. Në përfundim të marshutës, autobusi do të ndalet në çarshinë e Shkupit, ku do të organizohet një manifestim i veçantë për fëmijët, ku do të shpërndahen dhurata Bajrami për t'i bërë edhe më të lumtur ata në këtë ditë të shenjtë. Ky manifestim shënoi një moment të bukur dhe të paharrueshëm për ata që morën pjesë, duke i ofruar një mundësi të veçantë për të festuar së bashku dhe për të ndarë gëzimin e Bajramit, nga ku me plot entuziazëm ata vazhduan rrugën për tek dhuratat.